Sistemi aktual zgjedhor në Shqipëri, një pengesë e madhe për demokracinë që kërkon ndryshim të menjëhershëm dhe thelbësor. Në një vend që aspiron të jetë demokratik dhe i lirë, mënyra se si zgjidhen përfaqësuesit e qytetarëve është themeli i funksionimit të sistemit politik. Por Shqipëria në këtë pikë, për fat të keq, nuk po i përmbush pritshmëritë e saj. Sistemi zgjedhor aktual nuk është as afër asaj që mund të quhet demokratik. Përkundrazi, ai është më shumë një mekanizëm që garanton ruajtjen e pushtetit nga elitë të ngurta politike dhe kufizon në mënyrë drastike të drejtën e qytetarëve për të zgjedhur drejt për drejt përfaqësuesit e tyre. Në këtë kontekst, ai vepron më shumë si një sistem autoritar apo diktatorial, ku ndryshimet janë të vështira dhe demokracia funksionon vetëm në letër. Pse sistemi zgjedhor aktual është problematik dhe jo demokratik? Në Shqipëri, qytetarët nuk votojnë drejt për kandidatin që duan, por për lista të mbyllura, të përzgjedhura dhe të kontrolluara nga kryetarët e partive politike. Kjo praktik u jep atyre që janë në krye të partive një pushtet të pakufizuar për të vendosur se kush do të përfaqësojë qytetarët në kuvend, duke lënë në harez votën individuale dhe preferencat reale të qytetarëve. Për më tepër, sistemi i pragut elektoral të lartë dhe rregullat që kufizojnë pjesëmarrjen e forcave të reja politike në garë, e bëjnë pothuajse të pamundur për partitë e reja dhe kandidatët e pavarur të hyjnë në kuvend. Kjo e mbyll politikën brenda një rrjeti të vogël forcash të konsoliduara që shpesh veprojnë në interes të tyre personal e jo të vendit dhe qytetarëve. Në këtë mënyrë, sistemi zgjedhor aktual mban peng demokracinë, duke krijuar një monopol në skenën politike dhe duke i mohuar qytetarëve mundësinë reale për ndryshim dhe zgjedhje të lirë. Problemet e thella që rrjedhin nga ky sistem. Pushteti i pakontrolluar i kryetarëve të partive, ata vendosin listat e kandidatëve, duke eliminuar mundësinë që qytetarët të zgjedhin përfaqësuesin që dëshirojnë. Dobësimi i konkurrencës politike, pragu i lartë elektoral bllokon hyrjen e partive të vogla dhe të reja, duke dëmtuar pluralizmin dhe shëndetin demokratik të vendit. Institucionet e kapura dhe mungesa e transparencës, komisionet zgjedhore dhe institucionet e tjera që duhet të garantojnë zgjedhje të lira dhe të ndershme shpesh janë nën kontrollin e politikës, duke minuar procesin zgjedhor. Klientelizmi, korrupsioni dhe trukimet zgjedhore, shpërndarja e favoreve për mbështetësit politik dhe manipulimi i votave janë probleme të përhershme që dobësojnë besimin e qytetarëve. Ikja e trurit dhe pakënaqësia e qytetarëve, në një sistem ku vota nuk ka peshë të barabartë dhe përfaqësimi është i manipuluar, shumë shqiptar humbasin shpresën dhe largohen nga politika, duke i hequr vendit potencialin e tij më të mirë. Sa firma qytetarësh duhen për ndryshimin e ligjit zgjedhor? Në Shqipëri, qytetarët kanë të drejtën të nisin iniciativa ligjore për ndryshime të rëndësishme në ligjet ekzistuese. Për ndryshimin e ligjit zgjedhor, nevojiten së paku 10.000 firma qytetarësh të regjistruar në regjistrin zgjedhor, sipas ligjit nr. 85/2012 për të drejtën e iniciativës legjislative nga qytetarët. Ky është një numër i arritshëm, nëse qytetarët mblidhen dhe organizohen në mënyrë të përqendruar. Kjo mund të jetë një mënyrë efektive për të vënë në presion institucionet dhe deputetët që të marrin seriozisht kërkesat për një sistem më transparent dhe demokratik. Çfarë ndryshimesh duhet të kërkohen me këtë nismë qytetare? Kalimi në lista të hapura ose sistem me zgjedhje direkte të deputetëve. Qytetarët duhet të votojnë për kandidatët individual, jo vetëm për parti. Kjo do të rrisë përgjegjësinë e përfaqësuesve dhe do t'i bëjë ata më të lidhur me zgjedhësit. Ulja e pragut elektoral, për të lejuar hyrjen në parlament edhe të partive të vogla dhe forcave të reja, duke rritur pluralizmin dhe konkurrencën. Garantimi i pavarësisë dhe transparencës së institucioneve zgjedhore, për të siguruar zgjedhje të lira, të ndershme dhe të monitoruara nga organizata të pavarura dhe qytetarët. Lufta kundër korrupsionit dhe trukimeve zgjedhore, me masa të forta ligjore dhe mekanizma kontrolli që parandalojnë dhe ndëshkojnë manipulimet. Sigurimi i barazisë në fushatën zgjedhore, ku të gjitha forcat politike të kenë mundësi të barabarta për të komunikuar me qytetarët, pa favorizime apo abuzime. Pse duhet të ngrihemi dhe të veprojmë tani? Nëse ne vazhdojmë të heshtim dhe të lejojmë që sistemi aktual të funksionojë si një instrument kontrolli dhe jo përfaqësimi, Shqipëria do të ngelet prapa rajonit dhe botës në zhvillim, duke humbur çdo shans për progres demokratik dhe ekonomik. Por ndryshimi është i mundur dhe fillon me veprime konkrete. Mbledhja e firmave për një nismë ligjore për reformimin e sistemit zgjedhor është një prej mënyrave më të drejtpërdrejta dhe më të fuqishme që qytetarët kanë për të thënë mjaft më ndaj sistemit që i mohon zërin dhe fuqinë. Ky është momenti të tregojmë se ne, qytetarët, jemi pronarë të kësaj toke dhe jemi të vendosur të vendosim për të ardhmen tonë, jo elitat politike që përfitojnë nga ky sistem jo demokratik. Demokracia nuk është dhuratë, por detyrë dhe betim qytetar. Sistemi zgjedhor aktual në Shqipëri nuk përfaqëson vullnetin e lirë të qytetarëve dhe nuk garanton një përfaqësim të drejtë. Por nëse ne ngrihemi, organizohemi dhe veprojmë, mund të ndryshojmë këtë realitet.
duke mbledhur firmat e nevojshme për një nismë ligjore, duke kërkuar lista të hapura, uljen e pragut dhe institucione të pavarura, ne hapim rrugën për një Shqipëri ku demokracia është më shumë se sa fjalë, ajo është veprim. Përfaqësim real dhe shpresë për të gjithë. Tani është koha për të bashkuar, për të vepruar dhe për të krijuar të ardhmen që e meritojmë, një Shqipëri të lirë, të drejtë dhe demokratike.